Të dashur teleshikuesë të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Kremtimi i festës dhe liturgjisë së Pashkëve ka filluar me javën e fundit, me javën e madhe të Pashkëve. Ne ishim dje në kishën e Shën Palit në vigjilje të Pashkës. Sot kemi ardhur këtu në kishën e zonjës pajtore për të qenë pjesëmarrës të meshës së Pashkëve, të meshës së ditës së diell, ku Dom Dino Cekrezi ju drejtua të pranishme me fjalët e besimit dhe të rritjes së fuqisë dhe madhështisë të Zotit. Ai theksoi shtyllat kryesore të katolicizmit shqiptar, besimin tek Zoti, lufta me të keqen dhe besimi tek shpirti i ringjallur i Jezu Krishtit. Natyrisht, pjesëmarrja ishte masive. That's how I will know him, by running towards him. I will never know him running the other side. The good news, the wisdom of God gives us the direction for our life. We need direction. How many of us today, we don't even have direction? You know how a human being is without direction, without being oriented, good oriented? It's lost, it's weak, it's lame. It's not good. That's not our place. We are children of God. And just think about it these days, this week, that how much you're loved and how much promise you carry in your heart and your nature, that God himself came in this earth, went through everybody, and died for you. For me. Just think how much someone can love, that he comes, does everything that I need, and dies for me. Just think this. Even this thought can heal your mind. You know what? I have experienced not so much love from my people. Maybe they don't care about me. Maybe they all hate me or they want me dead. But you know what? God loves me, and he wants me alive to live with him. Just thinking that can heal your mind. These are wounds of our mind. When we say, they don't love me, they don't care about me, they don't call me, they don't do anything. It's a wound of our mind. When you know Jesus, you don't even care if they care about you or not. You care it's the relationship with your Lord. That's being strong, that's being healed. Jesus did not cry when Peter said, do you know what they did to him? They crucified him. They killed him. He didn't cry to say, Father, forgive them, because they don't know what they do. What we say, when you're wounded,
You cannot say that. You know what, Father? Kill them too. That comes from the wounds. But when our wounds are healed, we say same things. Stephen was killed. Stephen after Jesus. We will also remind Stephen these days when he said, "Oh Lord, do not take this as a sin from them, but forgive them because they don't know what they do." Heal people, they live different life. And most of all, they desire the kingdom of heaven. Qoftë Krishti. Ne u ndalëm disi pas meshe në mjediset e jashtme të kësaj kishe, pranë busit të shenjtores son nënës Terez, për të kujtuar porosinë e madhe të saj, pikërisht në këtë ditë të Pashkëve. E natyrisht, ne përcjellim dhe emocionet e të gjithë besimtarëve katolik, por dhe ortodoks shqiptar, pasi dy Pashkat koncidojnë këtë javë. E diela e madhe e Pashkës është edhe për fen katolike dhe për atë ortodokse. Është e rëndësishme që gëzimi ndër besimtarët, besimi tek Zoti, besimi tek e ardhmja e tyre, besimi tek paqja, tek mirësia në këtë vend është ajo çka i shtyn këta njerëz të kthehen e të vinë sërish për të ngjallur brenda shpirtit të tyre besimin se Krishti u ringjall, vërtet u ringjall, dhe kuptimi i ringjalljes së Krishtit, besimi tek ajo është thelbi i besimit të krishterë. E natyrisht ne morëm edhe bekimet e mjaft besimtarëve të pranishëm këtu në mjediset e brendshme të kishës, ku kishte të rinje të renja, prekje të moshuar, madje edhe fëmijë të vegjël fare, të cilët u bën pjesëtar të kësaj ceremonie pashke. E kështu pra me urimin gëzuar Pashkët, po ndahemi nga mjediset e kishës së zonjës pajtore, me urimin që ky vit të jetë një vit i bekat në besimin në Zot, e që paqja të mbizotërojë në trojet shqiptare e kudo në botë. Gëzuar Pashkët.